Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me dersin e 29 në historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe mësimeve që nxjerrën për kësaj historie. Sonte kemi betejën e Tebukut. Ne kemi pas përmend fillim që kemi mundu që mos më na dal derset beteja filan beteja. Mirë po, çka më i bën që sa është kthy pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekës, qërimit Mekës dhe rrethimit Taifit e luftës të Hunenit që kemi përmend dersin e kaluar, mas 6 muajve u dashur të nis për Tebuk. Kështu që nuk ka një zhvillimi shumë të madh për këta 6 muaj, pos betejës së Tebukut, e cila njihet edhe beteja e vështirësive, beteja e skamës, edhe i ka disa emra tjerë, sepse situata është kanë shumë rënd. Është një prej betejave më të rënda, për mos me thonë më e rënda, është prej sprovave më të rënda që e kanë kaluar sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe normal që e kanë dhënë provimin në të. Fillimisht, kjo është betejë e cila nuk ka ndodhur. Subhanallahu, pejgamberi alayhi salatu wasallam është përgatit me një ushtri të madhe shumë për mu ballafaqu me armikun, që thuhet se ka qenë 30.000 numri ushtarëve musliman, edhe është prit dikon me kalu 100.000 ushtria e romakëve. Mirë po ka dashur Allahu, nuk ka ndodhur beteja, u dashur mu lodh, u dashur me i përjetu që të siklete, u dashur dikush me tregu munafiqllëkun e vet, dikush me tregu sinqeritetin e vet. Beteja s'ka ndodhur, mirë po është betejë që ashtu quhet beteja e Tebukut, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam është nisën për në Tebuk për me u ballafaqu me romakët, me luftu me ta, po është betejë e cila i ka shpërfaq njerëzit tamam kështu në realitet. I ka shpërfaq gjendjen edhe gatishmërinë e madhe të sahabeve për me fliju që kanë qenë të gatshëm gjithmonë, mirë po këto dhe më shumë, gjithashtu edhe e ka shpërfaq edhe hipokrizinë e hipokritëve. Çdo pozit ose çdo vend ose çdo ndodhi që ka ndodhur janë shfaq ata, po këtu janë shfaq më shumë. Po do ta shohim. Fillimisht Tebuku, të ndërru vëllezër, është Tebuku i Sudit. Besoj që e dini, është qyteti i njohur në Arabinë Saudite, quhet Tebuk, kështu e ka dhe emrin, edhe në pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka quajtur Tebuk. Domethënë që në kohë të sahabëve çështu e ka pas emrin edhe çështu është thirr, edhe pse Tebuk nuk del me qenë fjalë arabe, sepse nuk ka mujt me ja gjetë në far kuptimi. Mirë po, historianët thënë se ka mundësi rrjedh për emrit romak tabu, që do të thotë i izolum. Diçka i izolum, tabu, domethënë prej gjuhës latine. Pse i izolum? Për arsye se Tebuku, edhe pse është në gadishën arabek, edhe është në Arabinë Saudite sot, Tebuku në këtë kohë pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë pjesë e Shamit. Për ata themi, Shami nuk ka veç Siria, ose veç Palestina. Është Siria, Palestina, një pjesë e Turqisë, një pjesë e Jordania komplet, një pjesë e Arabisë Saudite, një pjesë e Irakut. E pjesë e Arabisë Saudite ka qenë Tebuku. Mirë po, qytetet e Shamit, qytetet e Palestinës së Sudit edhe qytetet e Sirisë kanë qenë afër njëra me tjetrën. Domosdoshmë sikur shiko Kosova qytetet. Sa i dal për një qytetit ke hin tjetrin. Ndërsa Tebuku është kon larg. Edhe pse është kon me çetra janë, mirë po kon larg. Por me shkon Tebuku dosh mi kalu do shkretina në rrugë gjatë, por ata i kanë thonë Tebuk, si duket për latinistës, që do të thotë i izolum pak si larg, shani si veç. Tebuku është rreth 700 km pi Medinës. Sot rruga asfaltit. Edhe me thonë dikujt Medinës që është hadse, po shkojmë Tebuk me kert shpejt që hec 200 në mrin, ka klim edhe asfalti është si në tepi, thot 700 km ku. Ndërsa sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam s'kan pos asfalt, nuk kanë pos klima, nuk kanë pos deve që ka hes 200 euro se kali, po është dasht me shku në Tebuk, në kam edhe jo rruga që është sot, po që shi kanë gjetë lugje, ata ka kanë ujtë me gjetë lugje për me mrin Tebuk. Për ata është kanë luftë e rëndë. Thamë më herët që edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka quajtur Tebuk, sepse para se me mrin Tebuk ju ka thonë sahabëve të nesërmen, mbrëmje ju ka thonë nesërmen
kohën e Dohas kena me mërite një kru që quhet Tebuk, ose kru një Tebukut, edhe mëse prek një ujë ndesat vijone. Pastaj është ngjarje që do ta përmendim në vazhdim. Kjo betej ose sahabët janë nisë në muajin e Rexhep në vitin e 9 Hijretit në pikën e verës. Pika është konë kupa e nxehtit. Subhanallah. Kanë posë shumë sprova sahabët që do t'i përmendim. Mirë, pse po dënë me shku pejgamberi alayhi salatu Tebuk? Jahudi atë munafikat të ishin është e panevojshme. Ani bash verës, ai la unë shkojmë dimrit luftojnë. Sa ta s'dëshin as dimrit as verës me luftu mirë, po të vonë veç sa me shka këtu hutit e muslimanët, amo pika e verës, rruga e gjatë, në përshkretin, fukarallëk, halosi kanë vjel frutat, dhe më thonë hurmët halosi kanë vjel, dhe më s'kan as hurme morë me veti, edhe uj gati s'kan me veti, 700 km të sëdet që Allah alem për atë kohën atë keshit e në konë mbini mi se u dosht me jetës lugjeve, edhe me shku mu ballafaqu me një armik romakët që është pritë mu konë me përmi 100.000 numrit tyne. Cilat janë arsyet? Disa historiane përmendin për arsyet thënë se pejgamberi alayhi salam ka dosht mu hakmir për Gjaferin, për Abdullah ibn Rawahën, që janë vronë në luftën e Mu'tes me romakët që kanë luftu. Mirë po, nuk është e kapshme kjo, sepse qysh rrezikon pejgamberi alayhi salam 30.000 vetë mishtin luftë për me marrë hak për 3-4 persona për shembull. S'është strategjike këto, s'ka kush që e përdor këto, që si strategji mirë, po dikush e ka përmend këto. Disa e përmendin që nuk ka pas ndonjë arsye, mirë po thjesht pejgamberi alayhi salam po don mi vendos kufit e shtetit. Mekën edhe Medinën e bani pjesë shtetit, edhe kufit njëg i çoi deri te Taifi, Knena Kaveri po don mi çu deri në Tebuk edhe Tebukun me marr. Edhe me shtinë në administrim edhe mu bo musliman ata sepse jetonin fisa arabe në Tebuk në këtë kohë, gjithashtu në gjitha anët po don me i vendos kufit. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam me idhujtarët e Mekës edhe me idhujtarët arab që i kishte për rrethit i qerej hesapet, i kryti, i rahatoj. Jahudit i rahatoj, gjithashtu i largoj për Medinës, pe Hijazit, sepse ashtu edhe meritun që kemi shpjeguna. I mbetën krishterë tash me thirrën islam. Unë jahudit provoj u detyru me i largu për Medinës sepse nuk e pranun. Nuk pranun kur gjohën nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Me idhujtarët gjithashtu u rahatun, shumica për tyre u bon musliman, e pjesë e madhe u qetësun, u pushun, nuk priti rrezik për tyre, tash ka met rreziku romak, po don me sigurua dhe kufirin verior pejgamberi alayhi salatu wasalam. Disa e kanë përmend që arsye është se Herakliu, perandori romak, ka mbledhur një ushtri të madhe edhe ju ka afruar Tebukut edhe po don me ja mësy Medinës. Edhe kjo ndoshta është arsyeja më e kapshme këtu, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam për mos melon ato me orë Medinë, e ka përgatitur ushtrinë edhe po don në Tebuk me shku mu taku me ta. Sepse Tebuku e kanë pas në administrim fisi Gassan, që kanë qenë krishterë arab, mirë po ky fis e ka pas një farë autonomie brenda perandorisë romake. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po don me i tregu se ka dalë se mon nuk jam unë çaj që i pres armish më mor Medinë edhe veç mbruna, ja unë e di edhe me sulmu. Unë e di edhe me i qu kufit edhe më larg. Edhe argumenti më i mirë për këto, se kjo është arsyeja është se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur shkon te Tebuk s'gjon ushtar, as gjon romak, as gjon arab, edhe kthehet, s'ndodh lufta, kthehet, që do të thotë se ka shku për më ballafaqu me ta, s'ka ndodhur edhe u kthy pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam pa ndodh lufta. Mirë po, gjithashtu mjashtu kësaj edhe diçka tjetër që perandria romake e cila për nga ona fetare ishte i krishterë, e kishte humb qëllimin e saj dhe kishte humb kuptimin e saj, ishin bo fraksione të shumta në emën të fesë, i sundonin popujt, i bënin zullum, pastaj shpërnda ai sistemi feudal e jetës, do më thonë shtresa e nalt, pastaj shtresa e mesme, pastaj shtresa e olt, tatime, tarana, që i kanë detyruar popullin me pagu, gjitha këto do më thonë një çrregullim i sistemit, edhe shoqëror, edhe politik, edhe fetar në këto vende ku jetonin arabët, fisa arabët të cilat ishin krishterë. Edhe ishin edhe pse Herakliu tentoi me bashku krishterët në për kongreset e ndryshme, mirë, pra ata nuk u bashkuan, saqë një fraksion
ose një sekt i krishterëve që quhet monofizizëm, e që këti fraksioni ka në Egjipt edhe në Palestinën e Sodit, në Sham deri dikon. Më thonë, këta dallonin gati në esencë me krishterët e tjerë, sepse këta llogarisnin që Isa alayhi salam e ka vetëm ne natyrshmëria, ajo është natyrshmëria hinore, Zot është veç. Ndërsa krishterët e tjerë thonin Isa i ka dy natyrshmëri. Jezusi, po na themi Isa i ka dy natyrshmëri, edhe natyrshmërinë njerëzore, edhe natyrshmërinë hynore. Për ata herë i thënë biri i Zotit, herë i thënë njeri, herë i dërguar, herë Zoti. E tash Herakliu, domthonë që të sektin monofizizëm i largon shumë prej prifta tyne, i largon, i persekuton, pastaj edhe pjesëtarët e këtij fisi, që do të thotë se domthonë një sistem i çrregullum. E pejgamberi alayhi salam ishte i urdhëruar që sistemin islam ja u çu njerëzve. Edhe për ata nuk ka hyrë ky islam dikun. Sidomos muslimanët e ndershëm edhe muslimanët e drejtë nuk e kanë quqet islam dikon vetëm se ka zonë vend shpejt aty. Edhe janë bërë musliman njerëzit. Pse? Sepse kanë vujt për një sistem të drejtë. Kanë vujt për një sistem të drejtë sepse kanë jetuar në për sisteme të çrregullta. Lufta e Tebukut, tham ndryshe quhet, edhe betejë e ngushtësisë, e ngushtllakit. Sepse s'ka me kon këtë kusht, s'ka me po, lufta. Lufta nuk të përret tyje, ti sa ti bëjmë në dopare, ti sa të bëjmë mirë, ti më ledhëm do ndihma, të bëjmë arbatim, anena, lufta, spret, me që ato shka ki du të me luftu. E Allah e ka qujtë kështu, lufta e ngushtësisë, se ngushtlakën Koran, thot laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usr. Allahu ja u ka pranu pendimin pejgamberit, muhaxherëve, ensarëve, të cilët e pasun atë në momentin e ngushtllëkut dhe ngushtësisë që është për qëllim lufta e Tebukut, thënë shumë prej komentatorëve të Kuranit. Do të thonë, ky privilegj është se pendimi i tyre është i pranuar. E pejgamberi alayhi salam po dihet, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është që ka pas nevojë shumë u pendu, po muhaxherët dhe ensarët pendimi i tyre ndyrë qeli komin herë, për shkak që e kanë pasu pejgamberin alayhi salam këtë moment të rëndë. Është betejë e fundit që ka marrë pjesë pejgamberi alayhi salatu sallam ta. S'merr më pjesë në asnjë luftë. Madje është viti 9. Pejgamberi alayhi salatu sallam mas kësaj ngjarje jeton edhe një vjet e gjysë dhe i thot lam të mirën kësaj bote. Gjithashtu është lufta e vetme, kjo edhe lufta e motës që pejgamberi alayhi salatu sallam ju tregon drejt sahabëve se kujna të shku. As të luft nuk ju tregante. Në mënyrë që me mbajt më sheft lajmin, edhe me zonë armikun në pakujdesi, edhe me zonë befasi. Ndërsa këtu ju tregoj, kena me shkun Tebuk. Tebukit vesh ja kishin një zonë shumica për tyne. Mirë, po largësi e madhe, thatësi e madhe, varfëri e madhe, nxet e madh, që shto duhet munis, sepse dha urdhër pejgamberi alayhi salatu salam, s'ka kush me mungu. Kretë kena me shku. Veç atyre që ju dhonë leje. Madje dhe fisët që ishin bërë musliman rreth Medinës, kretë ju që i fjallë qënë. Se imi të shku dhe për ata thënë historianët, ka rrit me i mledhë 30.000 ushtarë. 30.000. Të lëdhë, disa për tyre në kam, e disa për tyre 4-5 vetë me një devë ose me një kali, po kryesurja më unisë. E tash me që ishte kështu, u paraqet nevoja që me prundima, me mbështet financiarisht këtë luftë, qoftë me mjete ushtarake, qoftë me mjete financiare, qoftë me ushqim me çka të mujnë. Edhe tashi Allahu i lartësuar po don që me shpërfaq, me nxjerr si përfaqe sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam se çka janë në gjendje me bë. Çka janë në gjendje me sakrifiku. Vjen Uthmani radhiyallahu anhu, i cili i sjell 1000 dinar. A disa janë 1000 dinar? 1 dinar është 1 lirë e orit. 1 dinar është sikur se 1 lirë e orit sot. Uthmani radhiyallahu anhu, edhe pse i la kret Mekë sanet, për 9 vjet ka arrit me bokët pasuni, sa që i bjen 1000 dinar, 1000 lira. Llogariti. 20 dinar është nisabi i zakatit. Kur kush i ka plotsu 20 dinar, u dosh me dhon zakatin. Uthmani radhiyallahu anhu sadak po vjen me i prum për luftën e Tebukut 1000 dinar. Thuhet që i ka prum edhe një 300 deve. Edhe prazmore që ka pas të shtëpia, po kryesorja pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka pa Uthmani që ka prum, thot ma darra Uthman ba'da al-yawm shay.
Othmanit si ban zarar më kur gjo, si ban dam më kur gjo Masudit, bani që ka bani. Me dhe e përsërisë, si ban më kur gjo Othmanit dam, do hanë u kry më e lojti vetin që hëjnë poplit e na. E pagoj vetën Othmani radhiyallahu anhu. Para kësaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte thonë i të nxit sahabët, kush e na ndihmon me përgatit ushtrin për në Tebuk e ka xhenetin. Edhe Othmani vjen me 1000 dinar. Abdurrahman ibn Auf i sjell 2000 dirham. 2000 dirham, dirhami është i argjendit tash. Nisabi për me pas më të qartë, nisabi i zakatit në argjend është 200 dirham. Abdurrahman ibn Auf i ka pru 2000, dhe më thonë 10 fishin e nisabit të zakatit. Ebu Bekri e sjell ketë pasunin. E Omeri thot, radhiyallahu anhu thot, e kom rujt momentin që m'ja kalu Ebu Bekrit. Që të mërmenja, Omeri me Ebu Bekrin po shtyhen se cili po jep ma shumë, e cili po del ma i pari, e cili për zemërin e pare për livdu njerëzit. Kjo është gara tyna. Gara Omerit edhe sahabëve ka qenë që nëse dikush mundet me boni punë, pse se baj edhe une? Nëse Ebu Bekri po muj ka me dhonë që kaq, pse se jap edhe une? Nëse dikush po mundet me mësu Kuranin, pse se mësaj edhe une? Që kjo është gara? Po ti s'di me lezu Kuran s'din, a di me lezu dikush tjetër po? A din shruku jam po? Pse a i din unë s'di? A dhe unë du të më mësu. Që kjo është gara? Mirë, a i tjetër e ka marrë gruën për mbulis, ka arrit me bindë dhe më mbulu gruën. Mirë, pse unë se kom bindë hala? A i tjetër e ka shtim gruën, e ka shtim nanën, më shbo se bep më falë. Mirë, pse unë s'bona? A i tjetër e ka mësu një sure për mensh, a i tjetër e ka mësu një gjustë koronit. Pse unë s'moj? Që ka mune që s'moj? Dhe më që kjo është gara, Omeri, radhiyallahu anhu, për desa po e ban dikush, pse unë s'moj me bo, dhe unë du të me bo këto. Edhe, kur e ka po që Ebu Bekri gjithmonë po i pari, gjithmonë po jep ma shumë, po ndihmon ma shumë, po ban ma shumë, thotë sa më ka alë momenti që unë e bil njëherë, të bëj diçka që ka se ka bo kërkosh. Duhon dali pari të Allahu, jo të njerëzit. Kur vjen Omeri, vjen plët pasuni. Edhe e qëtë pasunin e vetë Ebu Bekri. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam, o Abu Bekr, tash po don edhe Abu Bekri me kallëzu se kush është Abu Bekri. Se si duket Abu Bekri nuk ka pru shumë pasuni. S'ka pas shumë. Po ka pru çato që ka pas. Thotë e mirë, po don më u kallëzu njerëzve kush është Abu Bekri. Thotë Abu Bekr, çka i love familjes tone? Para kësaj i thotë Omerit, Omer, çka i love familjes tone? Se vjen Omeri që shumë. Thotë çika sa të kompru ty i kum lënë të shtëpia e mirë. Do më gjysë. Vjen Abu Bekri si duket më pak. Për ata Omeri vetëm i thotë mos e kalova sot. Thotë Abu Bekr, shka i kelon familjes tone? Thotë e u kolon Allahu në dërgumin e ti. Kejt e kom fshin, qa kom pas të shpije. Kejt me pare, me qa kom pas, kejt i kom prusht. S'ka kush e kalon. Për ata Omeri thotë, thëjsha vetë me veti, s'shtyna mo me ty. Vetë me veti, i thëjsha Abu Bekrit, mos shtyna me ty, se s'ka kush të kalon. Allah i lartësun, po dënë me ish për forë sahabët, kush e konë sahabët. Që kanë bë për sahabët? Thonë, Abu Bekri ka pas gruën të shpija, bile ka pas ma shumë se një gruë. Ka pas babën Mekë, që u bo musliman tash, ka pas djemët, ka pas fëmijë. Në më thonë, mirë, po si ka shku mene, me thonë, vëllohi, e shkajnë fëmija me tisat këthej rampit e bukut. Që ka pjellon atyne, pa habës e zdesin, pa thonë Allah. Për ata ka marë, që ka gjithë të shpija, edhe e ka sjell. Abu Khaythama, një sahabi tjetër, e bjen një sa me hurma. Qa që ka gjithaj, qa që vjen. Sikur me thonë që tashin, një kufe me hurma. Ose një kufe me grënë dikush me prunë. Me thonë që vëllohi, a një të mledh ndima, po që një kufe me mijë, ose me grënë e kamëre. Vjen një tjetër e bu Akila, e vjen gjusë saje. Asë njës ka mujtë me mush. Fukarallëk i madhë. Kjo, të e lezure këto sot më kujtu, nëse i kujtu të dhe juve, kur popullë jonë pa të mledh ndima për tërmetin e Shqipërisë, kujtuhet. Edhe në mesin e ndimave, kur pëjqesin në lajme, kamera, e nëzërin edhe një gjusë salame. Dhe mund dikush e ka shti një gjusë salame, të subhanallah. Dhe thonë, kjo është, dikush mundet me thonë, që pse e ka shti këto pari dhe kush e hanë këta. Mirë, po aj qa ka gjetë dhe vlo ka shti. Dhe mund qatë gjusë salame ka gjetë, për vetë që ato e ka shti. Që do të tëtë se kje frima e humanizmit, edhe me thonë sadak, më thonë, ka egzistu të kalume, po mundet me egzistu dhe sot. Kjo për në kime gjusë salame, që e ka shti që atë ndima, ja ka kalu kumë me ditë sa tona dikuj që i ka milionat. E për ta Ebu Bekri këtu ka vonë, ma shumë se Othmani, ma shumë se krejt. Se Othmani ka pru 1000 dinar, do aki Ebu Bekri si ka vonë asë 100, po Ebu Bekri që aty që i ka po si ka pru. Pastaj, një sahabi tjetër, Ulbej ben Zejd Ensar,
Vjen te pejgamberi alayhis salam, thotë i dërguar me Allah, unë s'kam as më morr ushqim me veti hurma, as nuk kam deva, më shumë mi gjeti. Unë po vi ushtar, ama unë shumë ma gjeti. Thotë jo s'kam të asit e po far ngushlloko. Shkon këtë shtëpia vetë dhe ta natën me na. Quhet natën edhe thotë o Allah, o Allah thotë, ti ma dhe thot njetin, edhe ma dhe në zemrën, sa po më thot zemrën me shku me pejgamberin me luftu, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po s'po kam me shka me dhonë sadakën. Mirë po unë po du me dhonë i sadak tjetër, sadakë interesante, nga dhe mirë. A i ka shku nërmen në i kujnë, kur s'mërët me dhonë sadak. Thot, krejt musliman, shkam kanë hak, shkam kanë bëhë zullëm pa drejt, po ja u fali sante për hirë të sadakës që s'po mujnë me dhonë për betinet e bukut, letë shkën edhe kje sadakë qështu. Kitë po japin, po japë edhe sadakë, dhe shka, po e heki dërë për drejtës teme që ditën e gjykimit, po dhe në këtë but, mos mi lyp hapë kërkuna që më ka muaj, veç masi s'po mujnë me dhonë sadakë. A i shkën mene ne i kujtë thonë e bo. Thonë, ka raste kanë herë kur i thot zemra me dhonë sadakë, me bo mirë s'mundët. A i shkën me thonë, Allah, për fali me filanin. Për fali të filanin sadakë, masi s'po mujnë me dhonë sadakë, faljen për e bëj sadakë. Amo, pastaj, dëgjone që kam dëllë me këta. Të nesërmen, quhet pejgamberi alayhis salam, thotë, kush për juve ka vepru kështu? Kush për juve ka dhonë sadakë faljen e haqeve që ja kanë tjertë? Quhet kjo dhe tonë i dërgumi Allahut. Thot atët për gëzaj, se pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem, të është shkru si kurse me pas dhonë sadakë. Allahu i shpalli. Në ti ke dhonë sadakë kri. Në ti sikur me paspru dinart, e sikur me paspru kualt, e sikur me paspru armatim, është puna jote. Që ka dhonë sadakë, jep ka fol njerëzve. Familja e Sharive, e Sharijini, thëjnë, familja e Ebu Musa e Sharijut. Mirë po Ebu Musa e Shariju pak ma i dallum të ta, e qënë i thëjnë, shkëthuj pejgamberit, apo na jep kual, se na dëna me orë me luftu për s'kena. Shkon Ebu Musa e Shariju, se duket pejgamberit alayhis salam, më kona të sikletin, tu e mledh ndimat, tu e shpëndodhë, tu o s'kam. Ja thot me fjallën pak si me vrall. Kthejet Ebu Musa e Shariju, thot, s'kesh, ja nisin me kojtët e Sharijint. Edhe Allahu i përmend Kur'an. Thot edhe ata të cilive kur ju thave se s'kam me qka mu ju bojt, s'kam deva, s'kam kual me dhonë, thot u këthyn për i teje edhe syt ju rrëdhshin lëtë pëse s'po gjojnë mundësi me orë me ty e me luftu. Këta, thot Ebu Musa e Shariju, ke ka zbrit për mahollën teme, të më për familjen teme. Mirë, në anën tjetër, hipokritët tallëshin me sadakën e sahabëve. Qaj që i prun ke shumë, Othmani, këta dhe që ne, pe bjenë për më livdu për menet modhe, për namë dhe për emër. Mirë, qaj që i prun ke pak, thëjke, për shka në zërë Allah i për gjithë sajet hurë, për një kufe me hurë me shka në zërë Allah, në si të më kërë shumë. Të thonë, keq me dhonë shumë të ta, keq me dhonë pak, keq me dhonë për arsye se ata s'dojnë me dhonë. Ata nuk dojnë me dhonë, edhe dhe morë munafiku, zemra e ti është e këthy me mbrapsht, edhe të zezën e shetë barën të zezë të mirën të keqet mirë, edhe për ata çdo punë e mirë i vjen e ranë. I vjen e ranë kur jep sadok shumë, i vjen e ranë kur jep sadok pak, i vjen e ranë kur kërkojnë falje muslimanët, kur flasin bot, kur flasin mirë, gjithçka i vjen e ranë për arsye se natyrshmëria e tyre u kthy prapë kanë kthy. Allahu i lartëson pastaj zbriti ajetin kuranor, se sura Tawbe vëllazni, sidomos ajetet e fillimit, ajetet 3-14 deri te ajetet 90 që të dikon, krejt pothuajse kanë zbrit për luftën e Tebukut. Është interesant. Surja Tawbe që njihet surja e luftës, surja pak më e ashpër, ka zbritur për Tebukun, do të ngjarën e Tebukut. Allah i lartëson thot: "Alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat", edhe ata të cilët i tallnin muslimanët në sadakën e tyre. Bërin hajgore me sadakën e tyre. "Walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum", ata tallën me ta, por sa Allahu do t'ja u kthej talljen në trupat e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër, walahum adhabun alim, do të kenë dënim të dhëmshëm. Subhanallah, këtu ajete vëllazni, çto ajete kur kanë zbrit, e ka ditë filoni fisteki që përtojnë të zbrit. Amo zemrën guri, më të guri se Ebu Gjehlit, kur si ka shku mene me thonë ka dalë betë pëndurë, se që Allah shpëm kërcënan. Abdullah ibn Selulit, ati tjetit, e kanë ditë që të ajete janë të zbrit për ta, po që i ka shku menja, me ndru si ka shku menja.
ata të kenë dënim dhemshëm, ata kështu ato keq. Për ata më të vërtetë janë konë më të këqij, edhe më të rëndë ndoshta se sa Ebu Gjehli, vetëm se janë konë të mblut, edhe nuk kanë guxu me shfaqja misin e tyre. Kështu që në këtë luftë nifaku edhe munafikat e mrinën kulmin e tyre. Do mos met mod diçka e tyre e mshef, do munafikat me lojrat, me intrigat, me kurthat e tyre e mrinën mo kulmin e tyre. Pastaj pejgamberi alayhis salam thamë që nuk i dha leje kërkujna me mungu, ndërsa sahabët o kry, do më thonë, cili mune kemi bo zgjidhje vetës, ose mi bo dikuj tjetër shkanin. A munafikat, edhe me arsyet më banale venin të pejgamberi alayhis salam, edhe i kërkonin leje, s'moj marrën luftë, vëlla. Pse? Vëlla i kam do punë që atje, më ka dollë një punë që tu. Tash padosht me nëzirë këto dhe me aplikute të aktualiteti jonë, mirë po e ke po të shpesh në ndëllë neve, i bojmë dëplonet mira. Me shku dikon, me bo dikon një hajrë, qomit në jesrit, njën i thotë Allah s'po moj sot të mëdhim dhomi, tjetëri të t'i dhim të koma, a i tjetëri s'ka flejt balë mirë, kjo tjetëri ashtu, kjo tjetëri kështu, dështën për ikti. Pse? Për arsye se ka nevoj me marrë vesh mirë dersin e të bukët, luftës të bukët. Edhe thamë që Allahu i ka zbrit disa ajete për munafikat, është interesant. Njëri prej munafikave me emën, e përmend historian, që e ka posë emrin Gjad ibn Qais. I thot pejgamberit alayhis salam që kam mësuar shiton. Shkon i thot, a jeni të shku me luftu me romakta? Po. Thot me bona me mujt romakt. Ata janë të bardhë, racë e bardhë. Pastaj edhe gratë e tyne janë të bardhë. Unë e vallahi e kam pikë ndishme. Punën e grave s'mëj me dëru, po bona fitne. Kështu që s'mëj me ardhë. O kry pejgamberi alayhis salam se shtiki kërën me zërë. O kry hes të shpije. Pastaj Allahu zbriti ajetot o minhum me yaqulu dha'li wala tiftinni. E për atyne, do vën gjatë Ibn Qaisi, thoshte, a diçka më mirë s'po vijoni se bona fitne tani. Bëj të loshe. E kështu që prej tyne keshë që të thoshin mos u bën fitne, mos u qënë fitne. Ata veshin fitne kanë ra. Fitne më të madhe kanë ra, sepse çka po mundohen me çdo kusht me kundërshtu urdhën e pejgamberit alayhis salam, që është urdhri i premtë të gjithë munis për luftë. Mirë. Unisën, pejgamberi alayhis salam i mbledhi që të qipat me mbledh, edhe arabët për rrethit, sahabët e ensart, edhe nuk i dha leje prej muslimanëve të sinqertë, që nuk ishin munafika, nuk i dha leje kërkujt në Medinë me qëndru, pos dy kategorive, që do t'i përmend. Mirë po, në përgjithësi në Medinë, prej burrave, bashkë me fëmijë dhe me gra, metën 4 kategori njerëse. Kategoria e parë, ishin ata që me urdhër të pejgamberit alayhis salam u dashke me nejt Medinë. Prej tyne Aliu radhiyallahu anhu. Shijat, kur flasin keq për Uthmanin, e për këtë thënë Uthmani s'ka marrë pjesë luftën e Bedrit. Uthmanit i ka thonë pejgamberi alayhis salam luftën e Bedrit rreti mjekoi gruan, do çikën e pejgamberit alayhis salam, e kish problemin si marrë me neve. Ndërsa që Aliu s'ka marrë pjesë luftën e Bukut, po edhe këtu me lejet pejgamberit alayhis salam. Se sipas transmetimeve historike, pejgamberi alayhis salam Aliun e cakton zavendës të vetin në Medinë derisa të kthehet. Edhe tash Aliu një ditë dy dela për Medinë, ishe grath mi munafika sonrin. Çmenet. Keni na urdhë pejgamberit alayhis salam edhe nisët. E merr çka ka pas kolin adevën edhe e zën pejgamberin alayhis salam në rrugë. Ato dërgu me Allah, ke lënë me fëmijë me gra me munafika në Medinë. O do ndu me ardh, srihet aty. Po më ham Medinë mua. Thot pejgamberi alayhis salam, o Ali, a nuk je i kënaqur që ti më kanë me mua, sikurse Haruni me Musajin alayhis salam, vetëm se s'ka pejgamber mas meje. Don Haruni kur ka shku me marr Tevratin, i ka thonë Musaj kur ka shku me marr Tevratin, i ka thonë Harunit rriti me Ben Israilit, derisa të kthejnë. Edhe unë po tham rrin me Medinë derisa të kthejnë unë, veç se s'ka pejgamber më. Pastaj kthehet Aliu radhiyallahu anhu. Kjo ishte kategoria e parë, gjithashtu është edhe Muhammed ibn Meslem. Muhammed ibn Meslem është sahabiju që s'ka mungu në asnjë luftë.
Mirë, po pse ka qëndruar në Medinë këtë kohë me urdhër të pejgamberit alayhi salatu wasallam? Disa e përmendin që këto e ka caktuar mirë, po sido që tjetë edhe kjo është me urdhër të pejgamberit alayhi salatu wasallam me qëndruar në Medinë. Grupi i dytë ishin të sëmurit, edhe ata që zgjetën kur farmundësie për me shku në luftë. Shkohet zhagulla, shkohet në kam. Për ta Allahu tha lejsa ala duafai, wala ala al-marda, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabil. Nuk ka problem, as nuk ka gjëna për të doptit, onë që janë konë dopt me shnet, edhe dopt ka i darja, s'kan pas me shka mu përgatit për me shku në luft, edhe të sëmurit, edhe ata të cilët, kur ju thëjshë ti se s'kam qysh mu ju morë juve, se s'kam deve për juve, u këthejshin të mërzitën edhe duke qojtë, s'ka gjëna për ta, për deri sa janë të sinqert me Allahun edhe dërgu me e ti. Sepse dhe munafikat që shto vinin. S'kam deve, e kam deve të ketë nara të punu, e kam një deve që e përdori për ujiti, për ashtu, së ne marrë, o të në arsye banale. E tash Allah i lërcu bëhëtën, për deri sa janë të sinqert me Allahun edhe dërgumin e ti. Ma alel muhsinine min sabil, onë bëmirsat, njerëzit që janë gjendje me dhonë shpirtin për bëmirësi, së ne detyran ato me i thonë pa tjetër me orë. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu për këta tha, duke u kthy pastaj pite bukut, tha i kina londo njerëz në Medinë, do burra në Medinë, që nuk kemi ecë lugin, as nuk kemi përjetu vop, as siklet, as zhek, as uri, veç se janë konë me neve në shpërblim. E ata kanë mungu me arsye. E treta, kategoria e tretë ishin mëkatarët. Tre sahabët pejgamberit alayhi salatu të sinqert, jo munafika, mirë po mungun pa arsye në këtë betej, tregimi i tyre është interesant, edhe kategoria e katërt, munafikat. Që parafarsisht me dinë metën 80 e diçka munafik, të cilët nuk morën pjesë në Tebuk, edhe pse disa prej munafikave, më pak në numër, kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut. Pastaj, më thonë pejgamberi alayhi salatu kur mrin Tebuk, sa mrin Tebuk, ose pak pa mrin Tebuk, Ebu Khajtheme që tham e bjeni sa me hurma, thot vendosa mos me marr pjesë në luftë. Fllad vëllor Medinë, uj i ftaft, bile thot kur hina në bër temin, i kom pas 2 gradë, se cilla i kish prun da ujt ftaft aty, kish në lejç venin më ull, hija e pemve, u far fladi ku edhe thash vetë me veti, unë në flat, me ujt të freskët, edhe në shpiteme, edhe me hangër me pisa dush, pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, në vapë, vallaj sa drejtësike. Dhe të dhe i gjujta këtë që ka pat, i thash grave shpet më bëgati devën. E më ora devën që i kena ujit bashe me to, edhe jam nisët në Tebuk e zuna, pejgamberi alayhi salam, pak pa më rrit e veni. Edhe të kur ka po pe i lartit, pejgamberi alayhi salam, ka thonë, inshallah është Ebu Khajtheme me qaj. Sepse pejgamberi alayhi salam, po donë që sahabët e sinqert mos mi qinë pozit keqe. Kur afrohet Ebu Khajtheme, edhe i tregon ato i dërguar Allah që shtu ka ndodhur. Pejgamberi alayhi salam qesh, edhe bën do për ta pastaj. Nuk ndodh beteja, nuk ndodh lufta. Herakliu thuhet se i ka tërheq kushtarin, i ka pruni herë afër Tebukut, por mos bullafaqu i ka tërheq manalt për andorisht vet, arab të cilët i kanë premtuar se po të bashkohen, po i bashkohen Herakliut krishterë, edhe ata që kanë bashkuar dhe nuk ndodh lufta. Rrim pejgamberi alayhi salatu wasallam 20 ditë e shkurton namazin, e bashkon drekën me ikindin, akşamën me yatsin. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe Khalid ibn Velidi, do mund gjatë tyre ditëve del me ekspedit me disa kalorës, edhe e nëzon në prisin, njënin për prisave të fisit, Ghassan, edhe e bin Medinë. Pastaj kur e bin Medinë, pejgamberi alayhi salatu wasallam e bind këta, që mos bëma me romakët kur, edhe me hinë alaoncë me pejgamberin alayhi salatu wasallam, mirë po mi pagu gjezjen. Edhe këto të po. Edhe e pejgamberit alayhi salatu wasallam një paltot më ndafshit. Sahabët fillojnë me këshyrë, çfarë të isha kanë po sahabët, e shohin e më ndafshë të jeshme, la ilaha illallah. E pejgamberi alayhi salatu wasallam, a pjo që ditë që ja, thotë vallahi mindili Sa'd ibn Mu'adh në xhenet është më i mirë se kjo. Mindili, beteni mindili për shka përdorët. Thotë mindili Sa'd ibn Mu'adh në xhenet është 100 herë më e mirë se kjo. Po le mos t'ja bëj kjo. Thotë edhe është mirë që
muslimoni me pas këtë hadith parasysh, sa herë ti pëlqen diçka që s'është e tina, kërë i mirë, vëllai, ta kisha pas çto, ta kisha pas çet shtëpi, ta kisha pas çet vill, ta kisha pas çto, ta kisha pas çto. Përse në xhennet mindili është më i mirë vallahi. Një mindil me arrit me ecë rrugës Sa'd ibn Mu'adhit. Mindili pastaj bëhet më i vlefshëm se këtë të villësh këtu e këtë çdo bukurit kësaj bote që pishu. E çdo duhet me ngushëllu besimtari vetin, por ndryshe pastaj e kap stresi, e kap depresioni dhe mos i vjen kërkujna as vetes as kërkujna. Sa'd ibn Mu'adh, apet Sa'di dul. Don Sa'di është i vdekur këtu, subhanallah. Sa'di është i vdekur në luftën e Tebukut. Mi po pejgamberi alayhis salam po e përmend Sa'din, por me tregu që Sa'di ka shkuar në xhenet. Pse? Se mindili i tij në xhenet është më i mirë se sa që ke palltoj me ndofshet edhe në 100 herë. Pastaj pejgamberi alayhis salam arriti që me qit kufirin e shtetit islam deri në Tebuk tash. Mirë, fisi Gasan edhe fiset krishtera arabe pranun me dhon gjizje, të cilën gjizje e kundërshtojnë edhe flasin ran njerëzit e demokracive, kishë se qysh mi pagu shtetit islam gjizje, qysh mi pagu tatime, edhe një për arsye që thojnë se janë bo shqiptarët musliman është se tatime të mëdhoja. Këto tatime të shtetit që është doshë i pagu se gjizjen. Në anën tjetër, jo muslimanët e paguin gjizjen, po muslimanët zekatin. Jo muslimani s'ka me dhonë zekat, më dhe milionet letiket. S'ka zekat, se si mirët zekati ati. Kështu që edhe muslimani ka pas me dhonë tatime, o njerës. Po muslimani si zekat, jo muslimani si gjizje. Amo gjizje është pak me një farform si tolte të regon ato që jevë gjizjen, për ata ju vjenë ranë. Për ndryshe, sot me hina alauncat më dhoja. Pa tjetër se du të me pagu kokosta. Shtetit që jenë bashkimin evropian, a jenë jashtrojme të pijat të pitkush aty dhe hajde bërëm, jo, janë do të faktura, janë do sene që du të mi pagu, do kushe që du të mi pletsu. Alaunca e NATO-s, alaunca, do në gjdo alaunc, do të mi pagu për ta. E për me hinë alaunc tash me Muhammedin a.s. Edhe më së me të gudzumet prej kërkush, edhe më konë mirë, edhe me neve, edhe me tjertë, atër paguj la. A jenë alaunc me mua, po, paguj alaunca. Shumë e thjeshtë, që ku shpaguën sot, alauncat e sëtit. Mirë. Thamë që Allahu i përmendë në surën Tawbe për ajetit 44 dikon deri ka 92 që aty i përshkruan në shumicën e ajetit i përshkruan munafiqët, po dhe i përshkruan ngjarjet e betejës së Taifit për mesme të Tebukut për mesme i përmend ajetin e kanë. Mirë.